jemi këtu për ju. Ky është një emision i dedikuar vetëm juve, çdo të mërkurë që të jemi sa më pranë dhe të kënaqemi, të argëtohemi dhe ta shijojmë pafund këtë talk show. Tani e thash para se ta lëshoj këngën time, e thash që do flasim për marrëdhëniet e çifteve shqiptare të cilët janë VIP, kuptohet? Me vjerat e tyre. Për shembull, Xheli ka thënë kështu, është shumë e vështirë, ka thënë, që të jesh nuse në Kosovë, ka thënë Xhel Shkira, sepse ka traditë shumë të rëndë. Duhet bësh hizmet vjerës, për shembull. Duhet ta bësh kafen e mëngjesit. Tani imagjino sa e vështirë është për një gocë VIP ta bëj kafen e mëngjesit. Sipas jush, Luana Vjolca, supozojmë për Luanën. Luana Vjolca, që po të futemi në Instagramin e saj, tani, unë jam këtu, edhe do hyj në Instagramin e Luanës, jam drejt për drejt me juve. Do me thënë, Luana ka bërë namin o vlla, zëndalet ai tjetri, ai njëri kishte paguajtur 75.000 euro, do me thënë një banes ta blej unë, ka paguaj tjetri 75.000 euro që t'ja mbushën korridorin Luanës me lule, që Luana mos ketë gojë për të folë, vetëm t'i thotë të dua. Po s'ndalet, vazhduan 75.000, shive qa është kjo tani? Është full me lule, nuk e di sa e shikoni, po e keni te Instagrami Luanës. Ore, nuk hecën dot tjetra, nuk hecën dot, ja ka bllokuar këmbët ai tjetri. Qa fati ka Luana në jetë? Shqyr zotit, ore, le të jetë Luana e lumtur, se për ne pak rëndësi ka. Rëndësi ka që Luana ta shijon. Luana të kënaqet. Të gjithë jemi me zemër Luana. Të gjithë jemi pranë saj dhe shijojmë këtë momentin. Investo vllai, të investosh edhe të kënaqesh, se rëndësi ka lumturia e Luanës. Luana shijoj zemër, se po bëjmë shaka, mundohemi që të jemi sa më afër me humor dhe me pozitivitet, por siç duket Xhelit nuk i shkon me vjerën se s'bën. Domethënë ka shumë problem këtë marrëdhënien me vjerën. Xheli thot se është vështirë, thot Kosovë, thot jesh nuse, thot se duhet bësh hizmet.